Soda e bukës, përbërësi magjik për flokët dhe rritjen e tyre. Flokët janë një aset shumë i rëndësishëm për paraqitjen e jashtme. Ekspertët këshillojnë në trajtime në mënyrë natyrale për të ushqyer dhe mirëmbajtur ato. Soda e bukës është një nga produktet që gjen përdorime të pafundme në pastrim deri në shëndetin e organizmit. Gjithsesi, ky produkt mund të përdoret edhe për shëndetin e flokëve duke nxitur që ato të rriten më shpejt. Përbërësit që u duan në këtë rast janë një lugë gjedhe me sodë buke, 3 lugë gjedhe me ujë, 1 lugë gjedhe me uthull molle dhe 4 lugë gjedhe me ujë. Përzieni 2 përbërësit e parë derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. E vendosni në flokë të lagur nga rrënjët deri te majat dhe e lini për disa momente. Më pas i shplani flokët me ujë të rrjedhshëm dhe të freskët dhe kështu keni arritur rezultatin që dëshironi.